Po kështu në një tjetër hadith, në një tjetër transmetim të pejgamberit alayhi salatu wasalam thotë: "Ma min ayamin a'zam wala habbu ila Allah al-amalu fihinna min hadhihi al-ayam al-ashr." Thot pra transmetohet nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka thonë pra nuk ka ditë që puna të jetë më e dashur tek Zoti xhelel xhelalu se në këto 10 ditë pra të Dhul-Hijjes. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Pastaj duke përmend pra profeti alayhi salatu wasalam si e jep rëndësinë këtij 10 ditë, pra e jep vlerën pra që thot nuk ka punë më të mirë dhe më të dashur tek Zoti xhelel xhelalu se sa në këto 10 ditësh. Pastaj e nxit është ajo çka ne e përmendëm në fillim pra të emisionit që janë ditë që ne duhet të shfrytëzojmë. Pikërisht janë ditë që ne duhet të shfrytëzojmë për vepra duke filluar nga veprat më të vogla deri tek veprat më të mëdha. Vepra më e madhe që mund kryhet në këtë 10 ditësh edhe që inshallah Allahu ja pranon të tyre të cilët kanë shkuar është haxhi, që është njëra prej shtyllave të Islamit. Ndërsa prej veprave më të vogla që ne mund të përmendim është ajo që është transmetuar nga vetë pejgamberi alayhis salam ku thotë fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Pra shtoni thot fjalën la ilaha illa Allah. Shtoni fjalën alhamdulillah dhe fjalën Allahu akbar. Pra tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Alhamdulillah. Pra këto janë disa prej adhurimeve që i japin vlerë këtij 10 ditë të Dhul-Hijjes. Po kështu dihet që në këtë 10 ditësh është edhe dita e Arafatit, çka faktikisht dhe realisht flatesh për ditën e Arafatit besoj që don ka dhe don një emision pafundme normalisht vetë pra. Përgjithsesi do të mjaftohen këtu me hadithin e transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam për mallështinë e ditës së Arafatit, pra ku përmendet që Allahu xhellal xhelalu në ditën e Arafatit pra ju krenohet me lajkeve të tij duke thënë shikoni mbi robërit e mi, cilët më erdhën të pluhurosur dhe të uritur. Pasi dihet që situata është e tillë që në Arafat pra ka një grumbull njerëzish, normalisht periudha që vërshojnë gjithë muslimanë nga gjitha anët e botës. Pikërisht pra është mund të themi finalizimi i haxhit dhe pikërisht Allahu xhellal xhelalu krenohet me lajkeve të tij duke thënë pra që shikoni robërit e mi më erdhën mua të pluhurosur dhe të uritur. E çfarë kërkojnë mëshirën e Zotit xhellal xhelalu, prandaj thotë thojeni atyre që të kthehen në shtëpitë e tyre pasi unë i kam falur. Inshallah Allahu na mundsoft më së pari që ne ta kryejmë këtë dhe secili prej dëgjuesve dhe shikuesve të emisionit ton, por gjithashtu lutim Zotin xhellal xhelalu që edhe atyre të cilët ndodhen për haxh pra e kryejnë obligimin e haxhit këtë vit, inshallah Allahu ja pranoft. Po kështu dihet prej veprave që inshallah shpresojmë që në vijim do t'i përmendi edhe kolegu ynë pra Eltoli, prej veprave që mund të kryejmë që i jep rëndësinë, sa është edhe agjerimi. Çka është pra është një obligim edhe është një vepër në vete që kryhet në këto 10 ditësh. Dihet edhe transmetohet nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se kjo është njëra prej periudhave që pejgamberi alayhi salam gjithmonë ka qenë agjëroshëm. Pra në 10 ditë në Dhul-Hijjes. Unë do të thoj që në ditë të Dhul-Hijjes, pasi dita e 10 është dita e finalizimit me Kurban Bayramit, edhe dihet se për secili prej nesh që dita e Kurban Bayramit nuk lejohet të agjërohet. Kjo është domethënë shkurtimisht pjesa e parë që mund të themi që ne trajtuam pra në këtë emision për çka i përket vlerës së Dhul-Hijjes. Shkurtimisht u munduam që sjellim tek ju pra disa hadithe, disa aspekte të vlerës së të 10 ditësh. Inshallah lutem Allahu që këto fjalë dhe këto gjëra që u përmendin apo këto aspekte që u përmendin kanë qenë frutëdhënëse për secilin prej jush. Inshallah Allahu na shtoft në peshon në veprave të mira në ditën e gjykimit. Dhe në vijimun duke kërkuar normalisht edhe me kuptimin e kolegut Eltolit, mendoj që të kalojmë përsëri në një ilahi pra së bashku në dëgjimin e një ilahi dhe rikthehemi përsëri për pjesën në vijim në studio. Atje në rrug në një an dikush po gjan u afrova se kush jetim me i
jetim dhe nuk I kam babenan. Lotin pikoj, to kam lëshoj, sa më lëndoj, jetim ingrat, nuk po besoj, qka shikoj. Lotin pikoj, to kam lëshoj, sa më lëndoj, jetim ingrat, nuk po besoj, qka shikoj. nga vëllezërit dhe motrat e nderuara, është pikë së pari bërja e haxhit dhe e umrës, dhe kjo është më e vlefshmja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej umrës deri në umrën tjetër shlyhen mëkatet, ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit.
transmeton Buhariu dhe Muslimi, është transmetimi sakt. Gjithashtu një nga punët më të vyera për këtë periudhë kohe është edhe agjërimi i këtyre ditëve, apo disa prej tyre, e veçanërisht dita e Arafatit. Ajo është më e madhja, sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë që falen mëkatet e vitit kaluar dhe vitit që vjen, pra me agjërimin e ditës së Arafatit. Pra çka ne kupton, do të këshillojshim pra për secilin prej shikuesve tanë që normalisht dihet që në Islam ne do të synojmë edhe do të nxisim maksimumin. Pikërisht, pra maksimumin e punëve. Por nëse ndokush për shkaqe të ndryshme apo për mundësirat që secili i din vetë, do të nuk mundet që të kryej pra agjërimin të 10 ditësit, atëherë do të sugjeroja që dita e Arafatit të jetë agjërueshëm, pra secili prej nesh pra të jetë agjërueshëm këtë ditë, pasi sikur se përmend mbart një vlerë të caktuar dhe një vlerë të madhe. Gjithashtu, Resulullahu sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith tjetër, secili musliman që agjeron një ditë për hir të Allahut, Allahu ja largon fytyrën e tij prej xhehenemit, aq sa mund të udhëtohet për 70 vjet. Edhe ky transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi, pra është një sevap tepër i madh, agjërimi i vetëm një dite nga ditët e Dhulhijhes. Po ashtu transmeton Muslimi se Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për agjërimin e ditës së Arafatit shpresoj se Allahu i fal mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm, pra ajo që thamë më parë. Dhe një nga detyra tjera të cilat kompensohen me shumë sevape në Islam është dhe tekbiri, ashtu siç tha dhe vllai më parë, dhe dhikri i shumt. Transmeton Imam Ahmedi rahimahullah se Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në këtë ditë shtoni shumë përmendjen e këtyre fjalëve, la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Buhariu gjithashtu rahimahullah ka transmetuar se Ibn Umeri dhe Ebu Hurajra radiallahu anhuma, kur dilnin në treg gjatë këtyre ditëve, i thonin tekbiret me zë dhe pastaj edhe njerëzit e tjerë i pasonin me zë tekbiret. Është diçka interesante sepse është një nga traditat që ndoshta mund të jetë duke humbur sot në shumë vende, mbase nuk e din që në këtë periudhë pra është sevapi i madh të dalësh në popull dhe të nxisësh, normalisht me këto fjalë sepse është periudha që është sevapi më i madh. Sot mund quhet nxitje, ama do të thojë që në kohën e në cilën pa përmendën në hadith ka qenë një rikujtim. Tamam. Dihet që në kohën e Ibn Umerit, niveli i Islamit pra ka qenë më tjetër, por gjithsesi por minimalisht paktën sot duhet mbahet gjallë duke përmendur në shtëpitë e muslimanëve ose në një grumbull, në xhamate, në xhami ose në sheshe ku rrin musliman, të përmendet pra me zë në mënyrë që të tjerë ta pasojnë këtë është detyrë normalisht për secilin prej nesh. Të fjalë kaq të madhe pra, tekbirin. Po ashtu tregon se dietarët e gjeneratës e tabiinëve, Allahu i mëshiroft, tekbiret i thonin kështu: Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahil hamd.